kemi marrë 2 informacione të reja. Në rastin e parë, denoncimi pretendonte probleme serioze në pagesat për darkën e lomës, e cila ishte organizuar nga ministri Peci e në të cilën ishin prezent shumica e kabinetit qeveritar. E çka bie më së shumti në sy është që një duj kasht u faturua me 8,20 €. Siç na ka dëshmuar pronari i kompanisë Fiorista, flutura e kishte thirrë në telefon dhe i kishte kërkuar porosin. Respektoj punën e juaj se ulëmtimin e bëni tamam ç'është duhet valla, jo. A ti ti kush e ka bënë? A ke ta kënë ajo? Kanë shku kjo imra në ka prit, ai ta zëlles të pim kafe, hajde po dalëm, jo lypën kerr. Edhe në kerr ja ka vënë. Situata e përshkruar nga ande tregon se një zyrtar i ministrisë me emrin Shkelzen i ka dorëzuar 5.000 € në dorë bashkëpunëtores së tij për ta mbyllur këtë punë. Unë e deponoj pare në llogari biznesit, po nuk i kom deponu qëto. €1.30 një duj kasht. €1.30. Në Lazat, kom thirrë mi u pyet, i kemi po që shkoni në restorant e vllau ju, tek restorant Qao, edhe keni pas disa dreka zyrtare atje. Një pikë tjetër diskutabile ka qenë baza ligjore me të cilën është dhënë në shfrytëzim kjo fabrikë. Ne kemi analizuar dosjen e dhënies së kësaj kontrate dhe në asnjë prej dokumenteve nuk është specifikuar se në cilin ligj është bazuar procedura e dhënies. Shikues të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Javën e kaluar kemi publikuar të dhënat të cilat denonconin historinë e bizneseve të cilët arritën të përfitojnë kontratën për qiranë e fabrikës për trajtimin e mbetjeve shtazore. Kemi denoncu skemen të cilën e kemi zbardhë e cila i lidh pushtetarët nga zëvendës kryeministri e deri tek ministrat me kontratën nga e cila përfituan kompani edhe nga Serbia, por edhe kompani në pronësi të familjeve që janë të dëshuar për dhënje rishfeti tek njerëzit e listës serbe. Ju kam thënë javën e kaluar se Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë nuk na ka dhënë dosjen dhe rrjedhën e kontratës dhe për këtë arsye në emisionin e kaluar kemi pasur mungesë të disa informacioneve. Këtë javë jam ftuar nga AOV dhe ata na kanë dhënë komplet dokumentacionin e rastit, të cilat pastaj kemi analizuar dhe do t'ju sjellëm në një përmbledhje të plotë të gjitha gjetjet tona. Në ndërkohë, gjatë përgatitjes së këtij ulëmtimi, kemi marrë 2 informacione të reja. 2 denoncimet e pranuara në Kallëzo.com na kanë ngrit alarmin serioz se në Ministrinë e Bujqësisë ka probleme me menaxhimin e financave dhe paras publike. Në rastin e parë, denoncimi pretendonte probleme serioze në pagesat për darkën e lomës, e cila ishte organizuar nga ministri Peci e në të cilën ishin prezent shumica e kabinetit qeveritar. Pretendimi i dytë i raportuar në Kallëzo.com tregon se zëvendës ministri i Bujqësisë Lazar Radulović ka vendosur që drekat qeveritare me i hongër në një restorant që është në pronësi të vëllait të tij Nebojša Radulović. Po e nisëm me denoncimin e parë. Më 2 dhjetor 2024, ministri i Bujqësisë Faton Peci ka shtruar një darkë me motive tradicionale të cilën e quajti darka e lomës. Në sofrën e lomës bashkë me ministrin Peci u olën edhe kryeministri Albin Kurti, shefi i AKI-s Petrit Ajeti dhe kryetari Podujevës Shpetin Bulliqi. Kjo darkë tradicionalisht organizohej nga presidenca e Kosovës që në kohën kur president ishte Ibrahim Rugova. Në vitin 2024, para Ministrisë së Bujqësisë, presidenti Vjosa Osmani e kishte organizuar darkën në Sos fshatin e fëmijëve, por denoncuesi ynë ka ngritur dyshime se si organizua darka nga Ministria e Bujqësisë. Salla ku po mbahej darka ishte dekoruar me disa duj të kashtës, disa sofra tradicionale e disa shilte tradicionale për të dukur si darkë tradicionale. Ekipi ynë në fillim të muajit prill ka pranuar një informacion se një kompani, më saktësisht kompania Fiorista SHPK, e kishte dërguar në Ministri të Bujqësisë një faturë e cila kërkonte që ministria të paguante 5.575,90 € për dekorimin e sallës ku ishte organizuar darka e lomës. Në çmimore vërehen disa çmime shumë interesante. Për shembull, kompania e furnizoi ministrinë me 21 sofra që ishin 182,60 €, secila. 80 shilte u paguan me çmimin prej 10,60 €, e çka bie më së shumti në sy është që një duj kasht u faturua me 8,20 €. Dokumenti tregon se disa dekorime bakri u faturuan në vlerë prej 263 €, derisa kungujt 63,50 € dhe lulet 15 €.
Krejt në total, dekorimet për darkën e shtruar nga Faton Peci u faturuan me 5.575,90 cent. E kam marrë këtë faturë dhe kam nisur hulumtimin se çka ka ndodhur me të. Qysh janë kontraktu këto çmime dhe qysh është zgjedh kompania që ka pru koshtën në darkën e lomës. Fatura që është dorëzuar në ministri është e kompanisë Fiorista. Kur e kemi gjurmu më thellë, na ka dalë që kjo kompani nuk ka fare kontratë me ministrinë. Sipas ligjit, për çdo blerje që qeveria bën, në situata të tilla duhet të ketë procedurë të prokurimit dhe porosia duhet të shkojë sipas ligjit të prokurimit. Por kur jemi thellu me të dhëna, na ka dalë që kompania ishte ftuar vetëm në telefon për këtë porosi, ndërsa porositja ishte Flutur Mustafa, shefja e kabinetit të ministrit Peci. Siç na ka dëshmuar pronari i kompanisë Fiorista, Flutura e kishte thirrë në telefon dhe i kishte kërkuar porosin. Po e dëgjojmë një bisedë të shkurtër me Andi Belegun, i cili na tregon se si shkoi porosia. Edhe respektoj punën e juaj se hulumtimin e bëni tamam ç'është duhet valla, jo. Çata unë si më thonë, po insistova më herë me taku me fol edhe me sqaru deri në fund. Thash edhe ditë fatura mund ka për një burimit brenda. Ata njerëz pe din, si në thonë rastin. Kontaktin për kësaj kemi pas me shefën e kabinetit, domethënë kërkesa ka ardhur prej Me kabinetit. Flutrën. Flutur Mustafa është. Po, na kontaktin e kemi pas me Flutrën. Më thonë ajo e ka kërku shërbimin edhe krejt komplet shërbimi ka shku nëpërmjet Flutrës. Une me një farë forme edhe atëherë ditën e parë hezitova me folë bashkë kështu për shkak që problemi thjesht nuk du mu dëmtu as reputacioni biznesit, as reputacioni janë personal. Kuptoj sa. Në fundit, ajo pagesë o konë mundi jonë. Tash që kam bo ata atje dallavere, neve nuk na interesojnë, po ajo pagesë o konë mundi jonë. Me drejtë e kene. Është bo. Pagesa u bo cash. Kush e ka bo? Se që kjo është shumë në rëndësi për neve. Nuk e di se unë s'jom përfshin atë punëç. Ti kush tjetër, ti si ke pranu parët? Unë nuk i kam pranu pare. Është dikush i kompanisë i ka pranu? Është dikush i kompanisë. Kjo është tonë, është me rëndësi përveç emnit, është me rëndësi me ditë edhe kush si me thonë ja organizoj që ata kemë për me bërë planë. Me di e kam komuniku direkt. Direkt personi, ja? E kam marrë numrin e telefonit. Bile numrin e telefonit, nuk e di qytet lokalit kanë thirrë, as numër teme nuk kanë thirrë. Se në webfaqe dhe në Google është numri jam personal, a kështu në faqet Facebookut është numri lokalit. E po duket që direkt e kanë kontaktu lokalin. Po, me kolege janë, ja. Janë marrë vesh. Janë marrë vesh. Ata sigurisht kanë mundu me thonë që se kena kry. E që ka kona i fakt që na thojna u kry gjësysh pagesa. A jeni kujdes në senju që me thonë nesër mas nesër ata me thonë një mos me pranu? Ata mos me pranu? Po, shambull së tash, besoj që dikush për aty në rrezikon shumë edhe mundet mos me pranu. S'kam diçka, veçaj që tërhek fatura. Jo, diçka që e dëshmon që është kry pagesa. Edhe na jemi një farë me viktime këtij procese. Nuk kisha di që ka më shku qështu si shemi jeqë në për ato... Në rast se ata thojnë jo qatur para e keni shtimas nej si t'hyra, qësh i keni deklaru? Deponu para. Janë deponu. Gjërëllogari. Qa di që e në mara? Gjërëllogari të biznesit. Deponu gjërëllogari të biznesit. E qësh i deklaru si t'hyra, si fitim, si... Kemi po si fatur për tjetër kanë. E keni të tregu që ka qenë pagesë nga ministria, dhe nësë është një farë përshkrimi atë më bërë? Jo, përshkrimi, aja veç deponem, ande ju ne kom bo një fatur që dhe me qatë dhe të bo deponimi për qati personi. Keni dha të detaje për kujt, avesh? Jo, prej ministrisë, jo, që aty na kemi gavu, se o dasht me registru që o bo pagesë për qatë fatur edhe ishim kom kitë në riko. Po qaj o kom gabem që... E që keni bo atë? Prej personit në fjalla, që e u ka dhona? Personi që i ka deponu. A i ka deponu? Kolegja jeme që ka shku dhe i ka deponu. Ajo ka thonë parët e mija për qëtë soto, a? Ajo veç ka shku se ajo o këne hopë krejt në ato momente. Po se s'ka ditë, që na nuk jemi njerës të këne sende. Dhe une i kom thonë, i kom paraprit, kur shkanë mi deponojnë në emën të ministrisë. Po ajo ka shku edhe ka hupë në ato momente dhe ka deponu se... Në thonë një fakt ko ka që parët, ditën kur janë pranu, janë deponu në... 4.000 diçka e.
Po, 700 për shkak ndaj lesave si kanë nota komplet. Se këtu 5575.90 fatura. Kjo ta 5000 kam pagu. E pse kreti shumë? Jo ta dhe 5575. euro. E çka falë? A çu arsyetuna? Ata u arsyetun që demek masi po japin cash. Edhe Jo si në farë me pranut, mos cash. ose kishim ju tash ishe edhe dita, po më duket që kon çat ditë që kanë dhënë drejtë, këta që kon sanca e parë ku vende. Ju çat ditë po një gjysore masi që janë deponuar ato parë ka dhënë drejtë. Dhe diçka po më intereson, mos veç henëm tash detaje, mu po më intereson në çit farë këtë situatën ministri, sipas ju, a kom djeni, a u bo me izën tina? Ideja ministri. Në këtë rast, kjo është shefja e kabinetit? Qa thejke? Që kjo s'po du as me mbrojt as kur gjo, po ajo për një me edhe ajo ku në një pozitë shumë t'keqe. Se na ka thonë bjerë një faturën herën e dytë, edhe e kemi qenë në ministri mandej direkt, ajo e ka marrë faturën, e ka procedu për pagesa, sa ne ka thonë njëru paguar kjo faturë. Kush ka refuzu mra në ministrimin babu? Po tash me informatat që i kom ne, sekretare, po. Po, nuk e di, une do me thonë na jemi kon komplet në terë informativ që e të përësore. Ata i kanë po fluturës, nuk pa bëhet që ke pagesa. Nuk bëhet pagesa. Okej. Edhe na jemi mirë që aty që nuk bëhet pagesa. Na e kemi angazhu një avokat i cili ju ka qenë një letër njoftim që jemi tu e nisë procedurën të përparës. Okej. Edhe ata një ditë po nduket para se me përfundua fati, e kanë gjetur në telefonit edhe kanë thirrë. Edhe kanë thonë që mos na qëni se muna me bo marrëveshje. Ka qenë nduket e premte, mandej për hanën. Kush e negocioi si të marrëveshje prej tyne? Po më intereson. E po nuk e di se çaj personi. Fakti i parë të cilin e zbulojmë për dekorimin që kushtoi 5.575 euro është që Ministria e Bujqësisë nuk ka zhvilluar asnjë procedurë të prokurimit. Bazuar në ligjin e prokurimit, kjo vlerësohet blerje në vlerë të vogël për të cilin domosdoshmërisht duhet të ketë procedurë të konkurimit. Siç kemi kuptuar, i gjithë shërbimi është kontraktuar përmes telefonit. Personi që negocioi dekorimin e darkës së lames nga ministria ishte Flutur Mustafa, shefi kabinetit të ministrit Faton Peci. Në ndërkohë, na kanë dalë edhe probleme të tjera. Për shkak se porosia ishte zhvilluar me vetëm me një telefon, në ministri ishte hap një debat për procedurën që duhet ndjekur për të kryer këtë pagesë. Kompania e gjendur para situatës ku fatura nuk ishte kontratë, vendosi të paralajmërojë Ministrinë e Bujqësisë që në rast të mos pagesës, fatura do të dërgohej në përmbarim. Ky kërcënim serioz dërgoi në një zhvillim tjetër. Brenda ministrisë dikush nga zyrtarët shfaqet për të mbyllur procesin duke përdorur rrugë kundërligjore. Kur pronari i kompanisë Fiorista është takuar me ekipin e Kallzo.com, ai ka dhënë një pretendim shumë serioz. Për ta mbyllur rastin, punëtorit të tij janë ofruar 5.000 euro cash nga zyrtarët e Ministrisë së Bujqësisë. Andi Belegu i ka thënë ekipit të Kallzo.com se një zyrtar i ministrisë e ka takuar bashkëpunëtoren e tij Sabinen dhe ja ka dhënë 5.000 euro në një parking në afërsi të ndërtesës së ish rilindjes. Do e ndjekëm një material në të cilin Andi Belegu e pranon këtë situatë dhe shpjegon ngjarjen. Problemi është se unë personalisht nuk kam kontakt me atë. Se unë nuk e kam, të më thonë krejt kjo punë ka shku në tërmet një kruz që punon me më. Që nga me vetë ato është interesuar me hinë që të se po të bazu në gjendjen në të cilën është e momentalisht, në besoj që thjesht o tatutë në bua. Ajo gruaja punon në kompanitë të te? Gruaja ajo është bashkëpunëtore e jamja, është në kompani tjetër, na bashkëpunojmë edhe në dekore, në do produkte që i marrojmë e sana, i shesim bashkë. Okej. Nuk është, ka një pjesë lokaltemin, po nuk është punëtore e Fioristë. Të kuptoj edhe saktë, do të thonë parët nuk i kanë dhënë ty, u kanë dhënë punëtorës. A e ti kush i ka dhënë parët? A e ke takime dhe shëpishë? Parët për ndryshën a i kemi të pënu, Po, fatura ju ka qënë, fatura mandeja kënë qënë emën të kësaj kërës. Faturën që ja ke që qeverit? Faturën që ja ke që qeverit. Kjo e ka tërhetë dhe ka thënë për i japë internacion.
Edhe mandej kjo shlyga shtiparët banku, ne i kom thonë për shkëm shtiparët në bankë, shtini parët në emën të fakturës Ministrisë Bujqësisë. Po kjo të rullavë të është, nëse o tutë, sa i që e mira që ta shtia, i ka thonë hajde për telefon në apartman, kanë shku kjo imrena e ka prit, a i ka thonë njësë të pim kafe, hajde për dalim, i rritë në kërë, edhe në kërja ka thonë parë. Në parking, në kërja ka thonë parë, edhe kjo si o dalë, shku në BKT, bile frike qatë që kesh në ciklet që s'dish as BKT-ja, po është të mësil nga 3 herë, a BKT që aty e ka rrugën tjetë. E kjo zyrtari çka është atë? Drejtoj, s'u ndo po, është shpenzim. Drejtoj. Nuk është sta politikë të drejtërisë. Nëse o prezentu i drejt, që është qysh, edhe ata kanë informata që ja kanë njës kjo parë, nëse nuk kanë kontaktu. Kush? Prej kabinetit kanë kontaktu një me njëherë. Çfarë kanë thënë? Kanë thonë që vjen të udhëm të i rastin, e kena një shpion në mrena, di po shkafojnë. Kabineti. Po, vjen të udhëm të i rastin, e dishin kallëzë po ka me sene, që atë dytë si artë. Andi Belegu nuk ka pranuar me dalë në intervistë, por vazhdimisht ka insistu që i qëndron prapa asaj që na ka thonë për situatën e tij. Situata e përshkruar nga Andi tregon se një zyrtar i ministrisë me emrin Shkelzen i ka dorëzuar 5.000 euro në dorë bashkëpunëtores së tij për ta mbyllur këtë punë. Sipas ligjit, zyrtarët e ministrisë nuk guxojnë të bëjnë pagesa me para në dorë. Thënë më mirë, ata nuk mund të bëjnë pagesa me para të shtetit në këtë formë. Pra, nëse pretendimi i Andit është i saktë, parat janë paguar në kundërshtim me ligjin. Për të sqaruar shikues të nderuar, dëshminë e Andit, ne kemi kontaktuar edhe bashkëpunëtoren e tij, Sabinën. Ajo nuk ka pranuar me fol për këto pretendime. Përshëndetje. Alo. Sabina? Nuk është këto? Dashta me taku, a mundesh një numër telefonit? Po. Alo, Përshëndetje Sabina, si je? mirë, faleminderit. Jam Valon Fona, po tiri prej kallzo.com, Sabina. Po? Deshta me taku, erdha këtu te biznesi juj, me fol, Andi na ka tregu për një rast që i keni marrë do pare kesh për një zyrtarit Ministrisë Bujqësisë. Jo, s'e kena marrë, çfarë? Na ka kallzu Andi, domethënë, te apartmenti që jeni shkuini taku. Edhe deshtëm veç me bisedu, me sqaru, edhe me qu deri në fund qëtë rast. Jo, ajo nuk është e vërtetë dhe për momentin nuk jam zyre. Po Sabina, ai na ka tregu që i keni deponu paret në bank, në BKT, jeni shku, i keni marrë paret e parkingu e apartmentit, edhe që paret i keni marrë në fakt në vetur, e ka përmend edhe zyrtarin. Andin penjeni, Andi na ka tregu, jo vetë një herë, na ka tregu 2 herë për këtë punë. Po, jo. Atë kontaktoni ato prapë. Jo, na e kontaktojmë edhe ato, po deshtëm edhe ty, sepse ai ty ka thonë që ti je shku. Ai ke deponu paret 5.000 euro që i ke marrë në gjërë llogarit biznesit. Unë e deponoj pare në llogari biznesit, po nuk i kom deponu qëto. 5.000 euro që i keni marrë për i ministrisë nuk i keni deponu. Po, për momentin jam shumë zonë. Sabina, është veç mirë me sqaru, po thiri pa tjetër, po është me rëndësi me sqaru qëtë rast, se ju thiri, sigurisht ju thiri. A mundesh veç me, a mundemi mu taku një intervistë, Sabina? Alo? Nuk e di a kom kohë sot. Po. Në shtanesër. Në shtanesër. Pa tjetër ju presim, po është me rëndësi për neve me kuptu që ka ndodhë me qatë faturën për darkën e lamës. Hajde, di fillim. Faleminderit, Sabina. Shikues të nderuar, informacionet tona flasin që fatura për darkën e lamës, për dekorimin e darkës së lamës, është paguar kesh nga një zyrtar i ministrisë. Ne kemi tentu me taku zonjën Sabina këtu te biznesi saj, mirë po ajo në telefon tha që nuk gjendet tu, do ta shqyrtoj një mundësi për me dalë me folje edhe para kamerës. Tani po du me telefonu Andin, pronarin e biznesit në fjalë, me pyet edhe me kërku edhe ati një intervist me kamerë. Përshëndetje Andi, si e? Mirë, faleminderit. Andi ku marrë te Fiorista, dashta me taku Sabinën edhe me bisedu rreth rastin për cilin jemi taku 2 ose 3 herë.
Më tha që nuk pranoj me na tregu që i ka pranu paret cash, edhe nuk e di për intervista ju lajmëroj nesër, ndoshta me të ftu ty edhe me të thonë për një intervist për rastin për cilin si që din jemi taku 3 herë. Okej. Jo, unë nuk jam interesu me dhon intervist. Po, ideja është që na po dojmë me trajtu. Çështja se tepër do të thonë po a ben? Na i kemi me rëndësi ondi me kuptu zyrtari, që këtë rastu zyrtar publik, që u ka dhonë paret cash, çush ka ndodhur që ajo punë me sqaru deri në fund. Prandaj po kërkojmë edhe intervistë edhe, si me thonë, mundësinë me sqaru deri në fund. Po, na nuk kemi të interesu me dhënë intervistë. Nëse nuk përvija dhe me tullet a jetojnë ato, asë po dojmë përzi këtë janë. Po Sabina nuk e pranoj, kër e thira në telefon, ndoshta po friguhet, po aja nuk e pranoj që i ka morë paret. Unë e pyta a i keni bo transakcionin edhe në bank, a i keni deponu paret. Na veç po dojmë që to gjona me i thonë ndoshta në kamerë, nëse kishe pas mundësi, ondi është mirë trasit me shku deri në fund edhe njerë me sqaru se kush është. Unë e Sabinën edhe mandej temera i prapë. Po, si pas gjitha gjasave nuk kemi me daqë, nuk kemi me dhoni intervjist. Nuk keni me dhoni intervjist. Shme thonë që s'kemi të interesu me dhoni intervjist edhe në storje. Po që ato detajet që i kemi bisedu, dhe më onë transakcionin, deponimi pareve, sigurisht ato qëndrojnë ondi, dhe më onë janë datat, janë dhonat cilat janë procesu, apo? I keni informatat krejt që ju kom thonë deri tash ma shumë kur që s'kam qka me... Qëre, une nuk jam kun direkt i përfshime, dhe me thonë edhe senet që po të thom janë senet që mi ka thonë tjetër kush. Po të kuptoj, ondi. Dhe më thonë, Sabina është komplet... Shune nuk jam atë me foljas... Po të kuptoj qartë. Nuk jam kun i përfshim këtë ma betën e... Muna me fol me fjallë që më kam thonë tjerë, dhe në si shabas qef... Po me gjatë diskutimet rreth... Shtu puna kështë kanë thonë, kështë që... Po, por diskutimet rreth faturës, rreth porosis që e keni që ju, ato sigurisht kanë qenë qashtu faktike, përveç pjesës pareve që i ka morë Sabina. Fatura o përgatit, fatura ka shku, mas pari o kry shërbime, fatura ka shku, o pranu fatura njerë, mandej nuk e kam pranu faturën, jemi shku e kemi të rekt edhe që ka që. Pastaj ka ndohë pjesa me Sabinën. Pjesën tjetër, unë nuk jam kompetent me folë me. Ubo. Faleminderit ondi. Hajde, nëse ndroni mendje për intervjist, lutëm lajmëro me kemi me rëndësi me pas verzion e juj. Zëtë mirë. Faleminderit shumë, zëtë mirë. Shikus të ndëruar, kjo është biseda me Andi Belegun, pronar i kompanisë Fiorista, është një lulishte. Ne do të vazhdojmë të kontaktojmë edhe zyrtar tjerë të cilë kanë qenë të përfshirë në këtë rast, e cilët përmenden nga Andi që i kanë dhonë paret cash për pagesën e një fature e cila ka qenë për dekorimin e darkës së Lamës. Pronari një biznesi në Prishtinë me plot gojë pretendon se bashkëpunëtorja e tij i ka pranuar 5.000 euro nga një zyrtar i Ministrisë së Bujqësisë, emri i cilit është Shkelzen. Ekipi ynë ka pasur të pamundur të identifikoj sakt se për cilin Shkelzen bëhet fjalë. Kjo për shkak se në ministri janë disa punëtorë me këtë emër. Deri në këtë pikë faktet na tregojnë që për shërbimet për darkën e Lamës, ministria bëri një porosi tek kompania që nuk kishte kontratë. Fatura u pranua në ministri dhe nuk u pagua, për shkak se pagesa e saj do të ishte shkelje flagrante e ligjit. Sipas pretendimit të Andit, kompania për të tërhequr nga përmbarimi pranoi hiç më pak se 5.000 euro cash nga zyrtarët e ministrisë. Tutje, veprimet të cilat i kemi konfirmuar me kërkesa për qasjen e dokumente publike na konfirmojnë se kompania e Andit, pasi ka pranuar parat cash, ka vendosur që me tërheq faturën duke pretenduar që shuma i është dhënë donacion qeverisë. Kemi dosht me gjurmu edhe më tutje. Kemi taku njërin prej të paktën 3 shkelzenëve të ministrisë, por ai ka mohu që ka lidhje me këtë punë. Normalisht, Sabina nuk ka pranu me na tregu sakse cili është shkelzeni që ja ka dhonë parat. Për ta sqaruar situatën tutje, ne kemi kërkuar intervistë nga Flutër Mustafa,
shefi i kabinetit të ministrit Faton Peci. Flutra nuk ka pranuar të dalë para kamerës e të sqaroj pse nuk pati procedurë të prokurimit, siç e përcakton ligji për faturë mbi 5.000 euro për dekorimin e darkës së Lamës. Në takim me ekipin ton, Flutra ka pranuar që i ka kërkuar kompanisë të sjellë në sallë dekorimin, mirëpo nuk ka arritur të sqaroj se kush i ka paguar pastaj parat cash. Këtë situatë kemi dashur me sqaru edhe me qeverinë e Kosovës. Zëdhënësi i qeverisë, Përparim Kryeziu, është përgjigjur se kjo çështje është çështje e Ministrisë së Bujqësisë dhe ata janë marrë me procedurat e këtij tenderi. Siç edhe e dini, ngjarja e darkës së Lamës ka qenë organizim i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Zyra e kryeministrit nuk ka qenë e përfshirë në aspektin organizativ. Rrjedhimisht nuk është në dijeni për detajet dhe procedurat e organizimit. Ju lutemi që për çështjen në fjalë t'i drejtoheni ministrisë. Për ta verifikuar çmimin e kashtës në treg, ne kemi telefonuar disa tregtar. Ata na kanë konfirmuar që një duaj kasht kushton më lirë se sa çmimi në të cilën u faturua kashta për darkën e Lamës. Shitësit për kallëzo për një me kanë konfirmuar se në treg një duaj kasht kushton nga 70 cent deri në 1,30 euro. Tregtarët kanë konfirmuar se me çmimin për 1,30 euro përfshihet edhe transporti. Mirdita zot, një e posh Facebook që shit një kasht. Unë bocit, që e koshtën, e ki koshtën trime, e ti qene nërë, spicjen se nërë. Sa është një duj kashtë jo? 70 cent është. 70 cent, a e beni jo? Jo e jam ja kum pos plët, po i kum shi 30 të shes. A e beni jo në Prishtinë që të ofër obiliqit në Miloshev? Jo, largë është. Larga? Largë bocit. Okej, 70 cent, do më o 70 cent e shit një duj kashtë. Një duj, valla, i kum shi dhe i tash kum pos, ka gjë pa i kum hek. Hajtë se që muj me siguru transport këthire edhe një herë, zot një. Hajde, ka dhe shirë. Halo, mirë gjita. Mirë gjita. A i një lodh, a i një mirë? Qa ba? E kum po që keni shit një kasht, dhe ishta me të pyta, keni në shitje? Për momentin nuk jenë, sa dhe nga të deshta. Sa e keni një duj kasht, sa kushtan? I koj t'je? Unë e më Prishtinë, që të rrëthin. I koj? E Mramorët. Mramorët? 1,30 cent, që po? 1,30 cent një duj kasht. 1,30 cent. Okej. Se e posh dikun e 1,20 tash vish pës për çmim. A e beni a do të me orë, zot një? Ja, unë e di. E beni. Po më morën në 20.000 duj. 20.000? Okej. Hajde po të lajmëre një herë për çdo rast. Rasti faturës kërkon hetim serioz. E para, duhet të kërkohet llogari nga kompania dhe me zbardh nëse u mbi faturua apo u tentua të mashtrohet qeveria me një pagesë. E dyta, me u kërku llogari dhe me u zbardh se kush janë njerëzit në ministri që paguajnë cash dhe më rëndësishmja ku i kanë marrë paret për me bë pagesë të tillë. Në ndërkohë, kemi marrë edhe një denoncim tjetër interesant. Në Ministrinë e Bujqësisë, zëvendës ministrës Lazar Radulović. Ai është emëruar në këtë ministri që nga data 14 janar 2023. Përmes kërkesës për qasje në dokumente publike, ne kemi siguruar faturat e drekave dhe darkave zyrtare të zotit Radulović. Pasi kemi analizuar, kemi vërejtur se ky zëvendës ministër shkon shpesh për dreka zyrtare në një restorant me emrin Qao në Llatnasell. Kur kemi gjurmuar në ARBK, kemi po që pronari këtij biznesi është Nebojša Radulović, vëllai i zëvendës ministrit Lazar Radulović. Kallëzo për një me ka zbuluar se të paktën 9 herë zëvendës ministri ka shkuar tek restoranti i vëllait të tij për dreka zyrtare. Shuma e përgjithshme e faturave ka vlerën e 1.249 euro. Në përshkrimet të faturave, zëvendës ministri ka treguar se ka pasur takime me zyrtar nga Malizi, deputet e përfaqësues diplomatik. Ne kemi shkuar fillimisht tek restoranti Qao për të takuar vëllain e tij, por ai nuk ka pranuar të na takojë. Ta ndjeku momentin kur Nebojša Radulović nuk pranon të flasë për dreka zyrtare të zëvendës ministrit.
Od Kalzo.com, znaš, Prištine nisam odelo pitamo nešto u vezu sa restoranom. Verujte mi da nije to. Ja bi ga pozvao da, ali ja sam ga sad zvao, ali vidim ne odziva se. Gde je Džetnik, ne znam gde. Trenutno nije tu. Pasi nuk pranoi Nebojsha, ne e kemi telefonuar Lazarin me konfirmu informacionin se ai shkon tek restoranti vëllait e tij për dreka zyrtare. Allo, përshëndetje. Përshëndetje. Zotni Lazar, si jeni? A jeni mirë? Po, mirë. A ju pengoj diçka, të lutem? Pak. Më fal, jam Valon Fona, gazetar nga Kalzo.com. Aha. Zotni Lazar, kom thirr mi u pyet, e kemi pa që shkoni në restorant e vllau juaj, tek restorant Qao. Po. Edhe keni pas disa dreka zyrtare atje. Pse shkoni te vllau jot me hangër dreka zyrtare? Hajde, mesazh me Viber me Google Translate. Po, ju po më kuptoni, apo shqip? Jo, kupton, veç pak. Te restorant Qao, keni shku dikun 9 herë keni hangër dreka zyrtare. Te vllau jot. Po? A është vllau jot Nebojsha? Po, Nebojsha. A jeni shku ju me hangër drekën te vllau juaj Po, në restorant? po. Pse po shkoni me qenë se jeni zëvendës ministër me parat publike atje? Jo kupton. Publike është parat e shtetit. Po shkoni me parat e shtetit te vllau juaj me hangër dreka zyrtare. Jo kupton. Hajde, mesazh me Viber. Po, ta dërgoj edhe me Viber, po Hajde, mesazh me Google Translate. në rregull, i nderuar, faleminderit. Hajde, faleminderit. Hajde. Në ndërkohë, zëvendës ministri Radulović ka dërguar përgjigje edhe në Viber, ku ka arsyetuar se pse zgjedh restorantin e vllait të tij për dreka zyrtare. Unë nuk kam një restorant të vetëm. Në Graçanis për fat të keq, vetëm këto dy restorante kanë cilësi dhe shërbim në një nivel ku mund t'i çoni mysafirët në drek. Dhe në restorantin Qao, kursejmë 30 deri në 40 euro për drek, në krahasim me çmimet në Etna House. Dhe kjo është e vetë një arsye ekonomike pse shkojmë në restorantin Qao, për të kursyer. Në Kosovë, një zëvendës ministër mund të shpenzojë deri në 200 euro në muaj për dreka, darka apo takime të tjera zyrtare. Në të pakten 9 dreka zyrtare, zëvendës ministri i bujqësisë ka drekuar me parët të shtetit në restorantin e vëllait të tij. Në dosjet e Ministrisë së Bujqësisë, siç e paralajmërova edhe në fillim të emisionit, kemi vazhduar me gjurmu në kontratën të cilën Ministria e lidhe me kompaninë LEP KS IT. Që rikujtojmë skemen që e kemi zbuluar javën e kaluar. LEP KS IT është kompani e themeluar prej 3 aksionarëve. Naser Malokut, që është djali i Tahir Malokut të kompanisë Fitoria, i cili është i akuzuar se ka dhënë Branislav Nikolićit të listës serbe 192.000 euro meto për villat e Brezovicës. Tahiri, pra baba i Naserit, që e ka fitu tenderin, ishte pronar edhe i kompanisë në të cilën punonte vëllai i zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi. Ky i fundit, në emisionin e kaluar u përmend që ishte interesuar 2 herë për këtë kontratë. Çka kemi zbulu tjetër është që biznesmeni nga Serbia, Muhamer Ragipović, ishte aksionar në këtë tender. Ai kishte regjistruar një kompani në Maltezi dhe ai aplikoi në tender bashkë me Naserin dhe një kompani italiane. Ragipović vendosi krejt biznesin me shit veç 3.000 euro. Pra, 3.000 euro e shiti një muaj e gjysmë pasi u nënshkrua kontrata. Edhe pse kanë kaluar një javë, Ragipović nuk ka dhënë asnjë detaj për publikun dhe arsyet që e shtyn atë të tërhiqet nga një biznes që pritet të qarkullonte 20 milion euro, duke shitur aksionet për vetëm 3.000 euro. Deri me sot, askush nuk e ka sqaruar këtë logjikë të biznesit. Po ti shkojmë me radhë edhe punëve të tjera në këtë kontratë. Dokumenti i parë që e kemi lexuar është vendimi të cilin Ministri i Bujqësisë Faton Peci e ka marrë me datën 14 qershor 2024, me të cilin themelohej një komision prej 5 anëtarësh për të funksionalizuar fabrikën e përpunimit të mbetjeve shtazore. Në faqen e 3 të këtij vendimi, në pikën e 6, shkruhet një detaj me shumë rëndësi. Aty thuhet që Ministria do të subvencionojë operatorin e përzgjedhur, por në thirrjen e publikuar nuk është cekur një gjë e tillë.
Pse kjo është me rëndësi, shikues të nderuar? Një muaj më vonë, saktësisht me datën 19 korrekt 2024, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë publikon thirrjen për kompanitë të cilat do të aplikojnë për të marrë me qira objektin. Thirrja i ka 4 faqe dhe është shumë me rëndësi të cekët që thirrja fsheh për kompanitë faktin apo zotimin që qeveria e Kosovës do t'i subvencionojë kompanitë të cilat do të menaxhojnë fabrikën. Mbulimi i këtij fakti në thirrje interpretohet si fshehje e informacionit dhe fshehje e kritereve. Sipas ligjit, çdo kush që sheh një thirrje për një fabrikë të tillë që po lëshohet me qira, duhet të di edhe kushtet dhe detajet. Por, favori kryesor në këtë rast ishte fshehur. Fakti që qeveria do të garantonte subvencionim për secilin që e merr kontratën ishte fshehur për kompanitë. Duke gjurmuar më thellë, në dosje kuptojnë që në thirrjen e parë publike nuk aplikoi askush dhe thirrja u ripërsërit. Thirrja është ripërsërit, por vetëm në webfaqet e AOV, pa u bën ndonjë fushat dhe ndonjë promovim në ndonjë media. Siç shihet në faqen e Facebookut të agjencisë dhe të ministrisë, në atë kohë ka pasur shumë publikime të tjera, por as faqja e Facebookut nuk u përdor për të thirrur investitor për të investuar në këtë kompani. Në intervistën tonë, Ministri i Bujqësisë na ka thënë që synimi ka qenë të ftohen investitorë dhe kompani nga jashtë dhe me eksperiencë. Kur gjurmoj më thellë, arrim me gjetë se eksperiencën dhe të dhënat se kush është kompania. Kontrata nuk i është dhënë një konzorciumi të kompanive, mirë po i është dhënë kompanisë kosovare LEP KSIT SHPK, e cila është regjistruar me 23 shtator 2024. Edhe pse kompania është regjistruar në shtator të vitit 2024 dhe nuk ka bërë qarkullime financiare në të kaluaren, Komisioni i Vlerësimit thotë se kompania plotëson 2 kriteret kryesore të thirrjes: qarkullimin prej 13-15 milion euro dhe përvojën 12-15 vjeçare në përpunimin e produkteve nënshtazore. Si dëshmi që janë plotësuar këto kritere, janë marrë dokumentet e një biznesi tjetër që nuk ka aplikuar në këtë thirrje, pra biznesit nga Italia. Ky biznes është aksionar i 40% të aksioneve në biznesin kosovar LEP KSIT SHPK. Pse ky vlerësim është problematik? E para, kompania që ka ofertuar në këtë thirrje është kompania regjistruar në Kosovë, LEP KSIT SHPK, me numër unik 81201218. Ky biznes është i regjistruar si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar bazuar në ligjin për shoqëritë tregtare. E kemi analizu ligjin për me po për kufizimin për bizneset e regjistruara si shoqëri me përgjegjësi të kufizuara. Në këtë ligj, neni 75, thuhet se shoqëria me përgjegjësi të kufizuar është person juridik, e cila është juridikisht e ndarë nga aksionarët. Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar është vetvetio bartëse e të drejtave dhe obligimeve. Për më tepër, aksionarët nuk janë përgjegjës për borxhet dhe obligimet e biznesit të themeluar si SHPK. Neni 76 i këtij ligji thotë: në 1. Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar është përgjegjëse për të gjitha borxhet e saj dhe detyrimet e tjera me të gjitha asetet e saj. Në 2. Një aksionar i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar nuk është përgjegjës për borxhet ose detyrimet e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar vetëm për arsye se është aksionar. Një pikë tjetër diskutabile ka qenë baza ligjore me të cilën është dhënë në shfrytëzim kjo fabrikë. Ne i kemi analizuar dosjen e dhënies së kësaj kontrate dhe në asnjë prej dokumenteve nuk është specifikuar se në cilin ligj është bazuar procedura e dhënies. Në analizën e ekspertit Fehim Alaj, thuhet se tenderimi mund të kryhet përmes ligjit të prokurimit. AOV, në thirrjen që e ka shpallur, e ka përdorur një formular standard të Komisionit Rregullativ të Prokurimit që përdoret për hapjen e tenderëve, por në të janë bërë disa ndryshime. Në 1 është heq numri i prokurimit. Pra, thirrja e AOV nuk ka fare numër të prokurimit dhe e njëjta nuk është publikuar në webfaqen e prokurimit elektronik. Në 2 është heq pika 5.1 e njoftimit në të cilën palët udhëzohen që të ankimohen tek autoriteti kontraktues e më pas edhe në organin shqyrtues të prokurimit. Pra, në thirrjen e AOV nuk është lejuar fare ankimimi, një e drejtë bazike në secilën procedurë. Shkojmë tutje. Në opinion na është tregu që kompania që e ka marrë tenderin është me eksperiencë dhe ka një plan të qartë të biznesit. Në dosjen e AOV është edhe plani i biznesit të kompanisë me krejt të dhënat. Plani i biznesit i ka 14 faqe dhe në të përshkruhen detajet edhe të kompanive që do të marrin tenderin.
Ajo që bie në sy është përvoja e biznesit që e ka fituar kontratën. Në plan të biznesit nuk përmendet fare përvoja kompanisë e cila e ka pronar shtetasin serb. Në 6 faqet ku tregohet eksperienca e kompanisë, e cila do të jetë lidere, bie në sy një fakt shumë interesant. Kompania i ka 35 punonjës në Itali dhe ka një qarkullim prej rreth 36 milion euro në vit. Po çka kuptohet nga plani i biznesit? Kompania e cila ka apliku në këtë rast, ka planifiku me punu me humbje dhe në plan vërejhet qartë që është planifikuar subvencionimi nga qeveria. Në planin e biznesit të dorëzuar nga kompania LIP KSIT, pretendohet se maksimumi i mbetjeve që do të trajtohet do të jetë 5.000 ton, pra 5 milion kilogram mbetje. E për t'i trajtuar këto, kompania pretendon se do të ketë shpenzime vjetore prej 1.157.000 euro. Kompania pretendon se nga shitja materialit të fituar pas trajtimit të nënprodukteve do të gjenerohen të hyra në vlerë prej 430.000 euro. Kur jashtim lapsin, kompania pretendon se do të ketë një humbje prej 737.000 eurove. Marr parasysh obligimin që ka marrë qeveria për subvencionim të secilit kilogram të trajtuar prej 0.16 centve, i bie që për 5 milion kilogram ata do të marrin 800.000 euro në vit. Pra, nëse realizohet plani i biznesit, siç është planifikuar, kompania do të ketë një fitim prej 63.000 eurove në vit. Megjithatë, në këtë plan të biznesit nuk janë shpjeguar të hyrat që mund të vinë nga trajtimi i mbetjeve të importuara nga vendet e tjera të rajonit. E një shpërputhje që e kemi vrejtur gjatë leximit të këtij plani të biznesit është e sasia e mbetjeve që mund të përpunohen brenda një viti. Në dokumentin e AUV-it thuhet se bazuar në një studim të fizibilitetit, materialet të kategorisë 4 janë përafërsisht 9.405 ton në vit, ndërsa në planin e biznesit të kompanisë janë planifikuar më së shumti nga 5.000 ton. Në raportin e komisionit vlerësues, që është i përbërë nga Saranda Ahmetaj Draga, Shkelzen Morina, Nazme Maxhera, Bedrit Dobra dhe Kujtim Aliu, thuhet se me datë 10 tetor 2024 nga ora 10 jemi takuar si komision, ku kemi bërë hapjen e dosjes së operatorit ekonomik LIP KSIT SHPK dhe komisioni ka bërë evaludimin e dokumentacionit, ku ka vlerësuar që operatori ekonomik është i përshtatshëm bazuar kërkesave të termave të references për vazhdimin e negocimit për funksionalizimin e fabrikës për përpunimin e nënprodukteve shtazore. Negociatorët e kontratës nuk dokumentohen në dosje. Ne kemi pyetur Ministrinë e Bujqësisë se kush ka negociuar kontratën me operatorin ekonomik. Në përgjigjet që kemi marrë nga Ministria e Bujqësisë, ata nuk tregojnë emrat e komisionit vlerësues. Mirëpo, ata thonë që në draft kontrat kanë dhënë komente disa institucione. Kontrata ka qenë negociuar nga palë të interesit, ku janë dhënë komente nga gjithë akterët, përfshirë AOV, Ministrinë e Bujqësisë, Ministrinë e Drejtësisë, Kryeministria dhe materiali komplet i kësaj çështje, duke përfshirë edhe draft kontratën, është dërguar në Kryeministri, qeveri. Një element tjetër që duhet të kemi parasysh në këtë rast është stafi që do të punojë në këtë kompani. Sipas deklarimeve publike, arsyeja pse është kërkuar një kompani ndërkombëtare është pretendimi që në këtë kompani do të punojë një staf profesional, të cilin kompanitë vendore nuk e kanë dhe nuk mund të angazhojnë. Në planin e biznesit të kompanisë, më pak se 5 pozita janë ekspert. Nga 30 anëtarët e stafit që janë planifikuar me punu në këtë kompani janë 8 janë shofera, 5 janë punëtor të shërbimit, 2 janë mekanik, 1 është elektricist, 1 është zyrtar financiar, 1 është administrat, 1 është arkatar, 1 është përgjes i terrenit dhe 1 është pironer, shofer i makinës që bardh ngarkesë. 4 të tjerë janë rojtar. Deri këtu kam numëruar 25 të punësuar, të cilët janë punëtor që nuk kanë nevojë për ndonjë ekspertizë të veçantë. Sipas dosjes, kompania do të ketë 4 pozita më të specializuara: një veterinar, një laborant, një inxhinier të mjedisit dhe një menaxher të përgjithshëm. Është shumë e qartë shikues të nderuar që edhe një kompani vendore apo kompani të tjera konkurrente, po t'i dinin të gjitha kushtet e kontratës, do të kishin mundësi të angazhonin një staf të tillë. Për të konkluduar faktet. Faktet tregojnë se plani i biznesit nuk përmend në asnjë rast provojën e biznesmenit nga Serbia e as provojën e aksionarit tjetër të kompanisë së Naser Malokut. Pra, thënë shkurt,
kompanitë që i kanë 60% të aksioneve në biznes nuk kanë shkruar asnjë rresht në planin e biznesit. Shikues të nderuar, në 2 emisione kemi publikuar të gjitha detajat që gjenden në dokumente publike për kontratën që Qeveria e Kosovës e nënshkroi me kompaninë që e mori fabrikën me qira. Është e qartë që ky biznes do të ketë fitime, sidomos nëse do të marrë subvencionet e qeverisë. Procesi ka probleme të cilat shpresojmë që do të trajtohen nga institucionet kompetente. Ne, kaq kishëm për sonte. Ju vazhdoni me na shkruani në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.